Asalamu alaikum të ndëruar shikues të podcastit të Myftënisë të Tovës, reflektimet e Ramazanit, 29 ditë, 29 mesazhe. Sot do të flasim pak për Ramazanin në aspektin sociologjik dhe mysafir për këtë temë kemi profesorin e nderuar, profesor doktor Ali Pajaziti, profesor i sociologjisë në Universitetin e Evropës Juglindore, autor i shumë veprave, autor i veprave origjinale, rreth 25 vepra origjinale, autor i 53 veprave të përkthyera apo librave të përkthyer dhe hulumtues shkencor e kështu me radhë. Selam aleikum profesor dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se u gjetëm. Është kënaqësi që kemi në podcast. Gjithashtu. Profesor, për të gjithë ata që nuk ju njohin, a mund një CV e shkurtër për ju? Unë jam lindur në vitin 1972 në Saraj të Shkupit. Shkollën e mesme medresen Isabeu kam kryer në mes viteve 1994-1998 dhe më pastaj kemi vazhduar studimet në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajev, ku për fat të keq për shkak të ndodhive, siç e dinë, turbulencave në ish Jugosllavi, pra lufta që ndodhi në atë kohë, u desh që të bëjmë transfert në Stamboll, në Universitetin Marmara, ku e kryem fakultetin në vitin 1996. Dhe këto dy qendra, pa Sarajeva dhe Stambolli, si qytete kozmopolite, pra të hapura dhe si qendra akademike, kanë ndikuar jashtëzakonisht në mbindërtimin ton akademik dhe shkencor. Aty pra kemi marrë njohurit e mbindërtimit si një qenje e cila edhe lexon, por nuk lexon vetëm për të lexuar, por edhe për të krijuar, pra për të shkruar. Profesor të veçantë, sikur që kanë qenë Hilmo Neymarlia, profesor Enes Kari, Qumni Sezen Zeki, Arslan Turk, Ilhan Kutluher dhe të tjerët, pra kanë pasur një impakt të veçantë në hyrjen në kozmosin e dijes dhe të dije ndërtimit ton. Përveç asaj, këto dy qytete na kanë mundësuar edhe hapërimin ton në sferën e sociologjisë dhe të antropologjisë, ku kemi kryer masterin dhe më pastaj doktoratën në Institutin për Studime Sociale, pra të njëjtit universitet në Stamboll. Në këtë drejtim, pra bibliotekat i kemi pas shtëpinë e dytë tonën, pra që nga mëngjesi deri në mbrëmje, ditëve kur nuk kemi pasur ligjërata, pra pranë Miljackës dhe në bibliotekën e Isamit, e qendrës për hulumtime islame në Stamboll, ku në atë kohë pra vinin botimet më aktuale ndërkombëtarisht. Aty kemi lexuar dhe aty kemi marrë shënime, aty kemi përgatitur punimet tona seminarike dhe kështu dal nga dal, pra kemi arritur deri te ajo që quhet pra ngritje akademike dhe ngritje në aspektin e shkencës. Profesor, me që përmendet çështjen e ngritjes akademike, tash më kujtoa, cila është vepra apo puna juaj e fundit akademike që keni? Veprën e fundit e kemi trilogjinë sociologjike, pra parathënien të cilës e ka shkruar sociologu i njohur italian Roberto Cipriani, pra një veprë e ndarë në 3 pjesë, ku flasim për identitetin, ku flasim për fen dhe për etikën. Një vepër ku i kemi botuar në gjuhën angleze këta artikuj, të cilët tani përmblidhen në një vend,
ku trajtohen tema të ndryshme, duke filluar nga një term i ri sikur që është garbonacionalizmi që lidhet me Sloveninë, pastaj diasporën dhe konservimin ose apologjin, tentimin për të ruajtur identitetin vetjak dhe inkuadrimin ose inkluzivitetin në shoqërinë austriake. Trajtojmë edhe temën e korrupsionit dhe arsimit të lartë si një djatë e cila në esencë nuk shkon, po për fat të keq është prezente këtu tek ne, por edhe në përmasa globale. Aty trajtojmë edhe çështjen e religiozitetit ose të fetarisë në kohë të krizës, si njerëzit në një epokë të turbulencave planetare janë ndjerë, si ata kanë frymuar dhe vallë nëse kanë ndjerë një nevojë ose një sens për të ofruar tek një qenjë e cila është më superiore ose më sipërore se ata. Kemi trajtuar çështjen e pra të fetarisë së përshpejtuar ose të rritur një egzaltim fetar, nëse është ndjen veçanti te elita intelektuale ose te shkollarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe kemi konstatuar se shumica e tyre, sikur që flasin edhe hulumtimet e tjera ndërkombëtarisht, sikur që janë ato të PIW-s, se në epokën e Covidit, pra në atë periudhë 2 vjeçare, njerëzit janë ndjerë më fetar se sa në kohrat normale. Pra jashtë normaliteti ose te normaliteti si e bën njeriu që të ndjej një nevojë më të madhe për të qenë në një link me diçka që ai e ndjen se është më i lartë, që e ndjen se ka nevojë për të dhe që i ndihmon, ja ofron litarin e shpëtimit kur ai gjendet pranë hendekut ose kur ai gjendet para një gremine dhe vështirësie psikologjike që të gjithë neve e kemi përjetuar në atë kohë si rezultat si rrjedhim i mbylljes ose të karantinës dhe kufizimeve të ndryshme në hapësirën tonë dhe në mobilitetin tonë social. Tjetër, në ndërkohë, sa e kemi përfunduar përkthimin e veprës së Ali Kyöses, e ardhmja e FES, pra në epokën e teknologjisë informatike, vallë fetaria do të përfundoj, ose homo religiosus a është në krizë, cilat janë tendencat në aspektin e fesë dhe të njeriut postmodern, pra njeriut i cili numëron, i cili merret me statistika, me algoritme, i cili është në rrjetet sociale, a ka tendenca të ateizimit, të deizmit, ose të ndjenjes së distancimit nga feja, të ndjerjes së një ftokjeje ndaj frymës sakrale ose të besimit dhe të dimensioneve të tjera, dimensioni praktik dhe dimensioni social i fesë. Dhe një vepër tjetër është përkthimi i një studimi në lidhje me nacionalizmin shqiptar mes viteve 1920-1929, që ka në epicentër Branko Merxhanin dhe pikpamjen e tij të neo-shqiptarizmës ose shqiptarizmës së re, e cila tenton pra ta shkëpus konceptin e shqiptarisë nga temi dominimi ose mbisundimi otoman, pra nga neja osmane tek unë dhe neja shqiptare, pra është përpjekje për të ndërtuar kombin ose asaj që i thonë nation building në gjuhën angleze, dhe në këtë drejtim Branko Merxhani merret si një figurë ikonike, si një figurë e veçantë e jashtëzakonshme që duke ndjekur mendimtarin turk Ziya Gökalp
ka krijuar atë ndërgjegjen kolektive shqiptare, që esencën dhe bazën e ka te Emil Durkheimi, pra te sociologu, një nga themeluesit e sociologjisë në përgjithësi, sociologu francez, pra Durkheim. Dhe në këtë drejtim analizohen ngjashmëritë mes këtyre dy sociologëve. Pra mes Branko Merxhanit dhe mes Zia Gökalpit, që çojnë përpara një pikpamje dhe një botë kuptim laik, shekullar, që fenë e shtyn në sferën e privatësisë, ose të brendësisë së njeriut, të përshpirtshmërisë së njeriut, dhe jo në atë që quhet sfera publike. Thonë, realisht ta shkëputin të fen nga pjesa e kombit, thonë pjesa fetare ashtu siç sot pretendojnë shumicat mbetet pjesë private, domethënë mos tjetë një element sekondar, ose një element dytësor, ndërsa të ndërtohet unë këtë e kam quajtur fe kombi, ose një fe civile. Një fe civile e cila bazohet tek aspekti etnik dhe tek gjuha, pra si tharmë, si armatur e kombit shqiptar, që i bashkon të gjithë shqiptarët, zakonet dhe traditat shqiptare, duke mbindërtuar mbi atë që quhet tjetri. Ai atje dhe ne, cilat janë veçoritë e parë dhe karakteristikat që na dallojnë neve nga kombet tjera, dhe në këtë drejtim pra duhet një komb i cili e ndërton sensin e përgjithshëm dhe sensin kolektiv. Ai është në gjendje që të ndërtoj edhe shtetin e vet. Fende person, do ndalim pak te vepra e Ibrahim Kallën, udhëtimet në kasollën e Heideggerit. Udhëtimi në kasollën e Heideggerit është një përkthim që është bërë nga Rubin Hoxha. Është një vepër e veçantë e një autori dhe një filozofi, para së gjithash, e një aktualisht edhe politikani, aktori politik kyç në politikbërjen e Turqisë, i cili në këtë vepër është frymëzuar nga një vizitë që ja ka bërë një shtëpize të Heideggerit, që është ndarë nga jeta urbane dhe ka zgjedhur të jetoj në një fshat, në një katund, në një lartësi mbijetare për 1200 metrash, ku ka menduar, ku ka kontempluar, duke e kërkuar të vërtetën, dhe këtë të vërtet ai e ka gjetur tek ajo që e ka cilësuar ose e ka emërtuar si Dasein, ose qenja. Dhe kjo qenje është një qenje e cila nuk është sikurse qenjet e mikroplanit, është një qenje e cila nënkupton alethejnë greke, ose të vërtetën absolute, e cila nuk guxon sipas tij që të relativizohet, dhe thotë se moderniteti e ka përthyer të vërtetën, dhe njeriu i sodit e ka humbur, njeriu i shekullit 20, thotë se e ka humbur të vërtetën, dhe ai duhet atë që ta kërkoj edhe një herë, dhe duhet që ta rigjej. Ai tregon se ekonomia, shekularizmi, pra e kanë të huajsuar njeriun, i cili të vërtetën e kërkon tek vetvetja, ndërsa e vërteta është jashtë atij. Është në të perceptuarit e qenjes në kuptimin absolut. Dhe në këtë drejtim, pra njeriu i sugjeron që të kërkoj sa më tepër spiritualitet, pra ti afrohet mes tjerash edhe asaj që është qiellore, e cila është
celestiale dhe e cila frymëzon dhe jep motiv për të jetuar përkundër këtij materializmi ekstravagant, agresiv, që njeriu e ka prur deri te gjendja e rënduar mentale, psikologjike dhe pa këtë prehje, këtë rehati, këtë kënaqësi, ai e ka gjetur pra larg agorës moderne dhe në këtë drejtim pra Ibrahim Kallani këtë e përpunon duke e lidhur me botkuptimin ose me konceptin oriental, pra të lindjes që ende i ka ato nuancat e një kulture të mirëfillt që e ka edhe civilizimin, por e ka edhe kulturën e cila është përtej asaj materiales, përtej numerikes dhe përtej gjërave të cilat njeriu e shmangin nga një ritëm i gjendjes së balancuar, i balancit të brendshëm që na mungon shumë. Më thënë, ky libër mund të llogaritet edhe si mesazh apo si vërejtje për të gjithë ne në këtë kohë të cilën jetojmë, se ndonjëherë kemi nevojë që të veçohemi pak nga gjithë këto më thonë teknologjia kështu me radhë që si duke na kanë rënduar. Profesorët në mes e 25 librave të cilët i potencuam në fillim, cilat janë librat tuaj më ikonik? Një, besoj e kemi në tavolinë, dhe një është prava në sfond. Prej veprave kryesore që unë për vogëlsia ime e konsideron si kryevepër është fjalori i sociologjisë. Fjalori i sociologjisë ngërthen në vete 1400 zëra të ndryshëm, nga është multidisiplinar, pra ka elemente kryesisht të sociologjisë, por ka në të gjen edhe antropologji, gjen filozofi, gjenden terma të politologjisë, të marrëdhënieve ndërkombëtare, që kanë pas segmente të sociologjisë. Këtë fjalor, ky fjalor është botuar në vitin 2009, por gjenezën e ka shumë më herët, pra qysh në ditët tona studentore, vazhdimisht pasi që kemi vendosur, pasi që na tërhiqte më tepër sociologjia dhe filozofia, pastaj bëm ndarjen pra nga filozofia në sociologji, zgjodhëm këtë rrugë, këtë drejtim jetike dhe si profesion, pra si vokacion, gjithë një merrnim shënimin ato fletëzat klasike, atë që e lexonim edhe e shkruanim, gjithë një duke ruajtur edhe burimin edhe faqen e pra zërit që e gjenim, dhe vendi ku pozicionoheshim në bibliotekë ishte aty ku ishin fjalorët, enciklopedik të leksikonet. Të gjitha ato i vendosnim në zarfe dhe pastaj e kaluam te faza e kompjuterit ose e laptopit, të gjitha ato i kaluam në laptop dhe dal nga dal e shihnim që po bëhet një vepër modeste, në të cilën kemi punuar më tepër se një dekadë, pra në mënyrë intensive, dhe kemi konsultuar ekspertë të lëmisë të fushës, kolegë sociolog nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Aty gjendet bagazhi dhe thesari i mbledhur edhe nga takimet tona, nga konferencat e ndryshme ndërkombëtare ku kemi qenë, dhe pasi që një nga një zërat vinin duke u shtuar, vendosëm që t'ua japim dhe t'ua shpërndajmë 5 recenzentëve, të cilët e kanë parë dhe kanë dhënë vizën e tyre, ndërkohë që themi qershia mbi tort ka qenë redaktimi gjuhësor që e ka bërë maestroja i gjuhës shqipe, profesor Xhevat Lloshi, dhe kjo vepër
është menduar si një doracak ose si një manual për të gjithë themi hulumtuesit e shkencave sociale, në veçanti të sociologjisë, dhe kjo vërehet edhe në Google Scholar, figuron si vepra e jon më e cituar. Pra, nga teoria në praktik ka dalë se Guri ka rënë në vendin e vetë, e ka gjetur pa vendin e vetë, dhe kjo vepër duke filluar nga studentët e deri tek ata që janë duke bërë tema të masterit dhe të doktoratës, pra doktorantët, shfrytëzohet goxha. Kjo është satisfaksion për autorin, që të vazhdoj pra me punime edhe më tutje, kështu që sot kemi afër 200 zëra plus që i kemi të regjistruar, që themi nuk kemi arritur, nuk kemi pas kohë atëherë që ti inkuadrojmë në këtë fjalor, dhe në të ardhme shpresojmë që në botimin, ky është botimi që e keni përpara, është botimi i dytë, në botimin e tretë do vijë në një version më të avancuar, normalisht duke marrë feedback edhe nga terreni, shpeshherë edhe studentët tonë, ata na japin informata kthyese, profesor, ky zë mund ta gjej vendin aty, ky është lënë, kështu me radhë, sepse shkenca, shkencëtar të përsosur nuk ka, dhe asnjëherë në shkencë nuk vendoset pika mbi i, gjithherë ka hapësirë për përmirësime, për avancime. Fjalori i dytë është fjalori i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe i diplomacisë. Në këtë fjalor ne kemi punuar vetëm pjesën që ka ngjyrime sociologjike, atë dimension, pra jemi koautor në këtë vepër, dhe bile edhe në parthonje është përmendur aty se neve në këtë vepër marrim pjesë me 17%, aq sa kemi shkruar, sa kemi kontribuar. Dhe vepra e tretë është sociologjia e islamit, ose sociologjia islame. Pra qysh kur kemi qenë në studime të doktoratës, kemi pasë ka vepra të sociologjisë së religionit, që në gjuhën shqipe kanë munguar, dhe kemi pasi ëndër që kemi në gjuhën tonë, sikurse përkthimet e Max veprës së Max Weberit, dhe në këtë drejtim, pre asaj kemi kaluar edhe tek diçka që është më specifike, sociologji e islamit, që për fat të keq tek ne ka qenë një terra incognita, një toke pa përpunuar, toke pa njohur, pa trajtuar. Kështu që para disa viteve vendosëm që të mbledhim artikuj të ndryshëm, të botuar në 4 anë të botës, pa nga 7 gjuhë aty ka artikuj, duke filluar nga arabishtja, turqishtja, bosnjakishtja, anglishtja, frëngjishtja, bosnjakishtja, bile edhe nga rusishtja kemi një artikull aty. Dhe këtu trajtohet pra aspekti sociologjik i islamit, si një modus vivendi, si një mënyrë jetese, si një filozofi, si një botkuptim, mënyra se si islami e ndërton shoqërinë, dhe cili është impakti i tij në krijimin e asaj që quhet homo religiosus, ose qenje religioze, gjithsesht qenje fetare. Pa shkrimet e ndryshme, artikujt e ndryshëm, pasi që janë përkthyer, janë redaktuar, dhe në fund kemi një parathonje që ne e kemi shkruar aty, përfshirë edhe një artikull, 2 artikuj tonë që janë brenda kësaj përmbledhje, dhe besojmë se kjo do të shërbej katedrave të universiteteve të ndryshme, sepse në botë islami është temë jashtëzakonisht
aktuale, në veçanti pas 11 shtatorit 2001 këndej, dhe është temë përplasjeve të ndryshme, jo vetëm globalisht, por edhe në hapësirën shqiptare ose në albanosferë. Gjithnjë diskutohet, debatohet, atakohet, shpallet fajtor i prapambetjes, izolimit e kështu me radhë, dhe ata, do në thënë, lexuesi potencial, këtu do të shoh pikpamjet e autorëve të cilët janë të besimit islamik, por edhe të orientalistëve, të sociologëve perëndimor, se si ata e trajtojnë islamin, si e shohin ata këtë fe globale, këtë fe abrahamike, ose të Ibrahimit, dhe cili është koncepti i tyre për dialogun mes religione, mes kulturave dhe mes civilizimeve, dhe çështje të ndryshme që nisen nga periudha e profetit Muhammed, periudha mesjetare deri në modernitet, deri te problemet me të cilët ballafaqohemi sot pra në shekullin 21. Çështja e Ramazanit si ndikon në aspektin sociologjik, si ndikon shoqëri? Ramazani është një kulturë shpirtërore, është një element shumë i rëndësishëm i botkuptimit islamik, është një frym e veçantë që e mbindërton njeriun gjatë këtyre ditëve të caktuara, në të cilat ndodh një ndryshim i madh, ndodh një revolucion tek mënyra e jetesës, kështu që njeriu çdo ditë e ka të ndryshme prej ditëve rutinës së kaluarës ose jashtë Ramazanit. Ramazani krijon një lloj të sociabilitetit, të shoqërishmërisë me antarët e familjes, me farefisin dhe me njerëzit në përgjithësi, po edhe në përmasa planetare. Pse? Sepse në të njëjtin moment të gjithë kanë një sens, atë të shkëputjes, pra nga të ngrënit, ushqimi, pirja, dhe nga të gjitha satisfaksionet dhe kënaqësitë të cilat janë materiale, të cilat janë instinktive, dhe kalon në një botë, në një sferë tjetër shpirtërore gjatë muajit të Ramazanit. Ramazani e rrit solidaritetin mes njerëzve, pra shkëmbimet materiale, pra ftesat në për iftare, tjetër sadakatul fitri, zeqati, bamirësia, krijon ura mes njerëzve të cilët për fat të keq në kohën të cilën neve jetojmë, të gjithë dita ditës shkojmë duke u izoluar dhe duke jetuar në një botë tonën, ndërsa gjatë Ramazanit çka bëjmë? Neve shihemi me njerëzit më shpesh, e ndrojmë edhe distancionin e lëvizjes, pra përderisa rutinë të ditëve të tjera i kemi kafenet ose lokalet e tjera, gjatë Ramazanit, pra të gjitha rrugët çojnë drejt xhamisë, gjithsesi drejt faltores, drejt tempullit, ku takohemi dhe ku dëgjojmë atë që është fjala e shenjtë, komentimet, interpretimet e ndryshme, dhe aty neve e ripërtrim edhe besimin ton, ripërtrim edhe dijen ton, dhe kështu që në Ramazan ndjehemi ndryshe prej muajve të tjerë. Tjetër e ndjejmë edhe atë që quhet destratifikim, ose humbje e themi klasave shoqërore. Gjatë atij muaji të gjithë neve bëhemi të njëjtë dhe të barabartë, sepse as nuk ham, as nuk pim, pra ndjehemi sikurse një person i cili është në shtesë ose në klasën më të ulët sociale. Pra, edhe në qoftë se je afarist, biznismen, milioner, ti do të duhet
që të zbresish nga ajo kulla jote e fildisht dhe të pozicionohesh themi në rreshtin e parë të xhamis ose në rreshtin e fundit të xhamis me një person me të cilin rrallë ose asnjëherë nuk takohesh dhe të shohish, të biesh pra të zbresish kështu të themi sociologjikisht, ta shohësh realitetin në sy. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Tjetër, Ramazani sjell një moral, sjell etik. Pse? Sepse me kufizimet që i bën ai e mbron njeriun të themi nga agresiviteti, nga violenca, sepse secili i thot vetvetes, aha, tani është Ramazan, unë duhet të sillem ndryshe, jo si muajt e tjerë, dhe kështu që është një vetfrenim, një sens i vetfrenimit, pra nga të gjitha ato ndjesi, nga të gjitha ato aksione dhe veprimet të cilat janë negative, pra është një moralitet sui generis gjatë këtij muaji, sepse edhe themi klima dhe atmosfera është një klim hyjnore. E këndshme. Një klim e këndshme, kështu që gjithë ato impulsivitete zbehen dhe njeriu bëhet në plot kuptimin e fjalës njeri. Pa ato segmente të cilat shpesh kalojnë edhe deri në nivel të animalitetit, për fat të keq. Në këtë muaj pa shënohet mes tjerash edhe rënja e kriminalitetit, pra të gjitha statistikat e vërtetojnë këtë. Tjetër, ky muaj na sjell edhe një koncept tjetër, atë të eksaktësisë kohore. Pra jemi eksakt e dim se kur është iftari, kur është syfiri, pra me minuta, me sekonda. Nuk e vënoj mas pravile. Termine të caktuara na mëson se jeta duhet që të programohet. Nuk jetohet jeta shkel e shko. Në mëson se edhe mund të jetojmë me program. Kemi mundësi të jetojmë me program. Dhe duhet, dhe ashtu duhet. Për fat të keq neve në kulturën tonë të përditshme këtë segment nuk e kemi ose na mungon. Profesor, zoti ju shpërbleft për këtë lidhje, për ndërlidhje kaq të bukur dhe për që ishi pjesë e këtij emisioni. Lutim Allahun që të mundson të vazhdoni fuqishëm me vepra dhe libra, sepse me të vërtet janë disa pjesë të cilat i duan kësaj shoqërie. Allah ju shpërbleft që ndajtit kohë dhe ishi pjesë e këtij podcasti. Faleminderit shumë. Edhe ju shpërbleft për rastin që na e dhat që të diskutojmë për këto tema. Dhe shpresojmë që të takohemi sërish për raste të tilla të mira. Inshallah, faleminderit. Të nderuar shikues, ashtu siç e përshkroi profesori i nderuar, në këtë ditë të sotshme çdo kush jeton në botën e vet. Mirë, por Ramazani është një derë e cila na hapet për të jetuar në një botë të përbashkët. Andaj gjatë këtij Ramazani, kur të dalim dhe të jetojmë në botën e përbashkët që na ofron ky Ramazan, të mos të kthehemi më sicili në botën e vet, por të vazhdojmë të jetojmë një botë të përbashkët, një botë të përpikët morale, të përpikëta, dhe të mundohemi që të japim më të mirën nga vetvetja dhe të vazhdojmë edhe jashtë Ramazanit të jetojmë një botë të përbashkët. Deri në podcastin e ardhshëm, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.